Aleluja. Shalom, vëllezër motra, Adonai ju bekoftë, Ulgres Pahi nga Zeri Mesias në takimin e Atit në ditën e tij të veçuar. Për ju që po e ndiqni tani në YouTube, ne zakonisht miqësojmë në Telegram, ku kemi miqësinë tonë në vëllezër dhe motrat. Nëse ke një zemër, mund të më kontaktosh, të bashkohesh, të marrësh prej shkrimit të mirëpajisesh për ecjen tënde, për ardhjen e tia, që të jemi pjesë asaj mbretërisë që po vjen, lavdiatit. Siç e shikon, kjo është logo i ministrisë tonë, kemi Shandanin që është shenja e kishës, vetë Mesia thot në Zbulesa 2:7 që Shandani është ai që në këtë rast Mesia thoshte nëse nuk pendohemi, thot do vitet të heq Shandani, nuk tha të heq diçka tjetër, kryqin apo gjërat që nuk janë të shkrimit, janë shenja që i përdorën romakët, ishin nuk kanë të bëjnë me paraqitjen me jetën që në këtë rast Shandani me Nora që shikon ekran paraqet. Kryqi ishte një shenjë që paraqiste torturimin, romakët e përdonin, ishte shumë aspekte që nuk janë të lidhur me jetën, me praninë e Atit. Lavdimit të tia, mirëserdhje në takim. Ky është takimi jonë i sabatit për lavdi të tia. Është, siç e shikojmë, është mbledhje e veçuar e Atit. Sabati është festa e tia. Në këtë rast po ta shikosh në ekran dhe vetë thotë festat e mia janë këto dhe elenkon masandaj sabatin si ditën e tij të veçuar. Është një shtuna që themi, fjala shtune është një fjalë që është në këtë rast kanë përdorur paganët. Por është një sabat pushimi, një mbledhje veçuar lavdiatit. Mlidhet asambleja në këtë ditë, nuk bëhet punë, sabati është i veçuar, thot shkrimi Jahve në të tëra vendet, ku ne banojmë, ku ti banon lavdiatit. Ja dhe kur shikon në ekranin tënd, është një shenjë përjetshme, është për të kremtuar brez pas brezi, si një beslidhje të përjetshme. Fjala e përjetshme do thotë nuk ka fillim, nuk ka mbarim. Është e për gjithmonë. Nuk kemi autoritet të thyejmë diçka, të heqim diçka, të shtojmë diçka që Ati ka vendosur të përjetshme. Mesia vetë, do shikojmë më vonë, kjo në këtë rast vetë deklarovi, mos gaboj ne Gjoni 7, duke thënë që sabati është berë për njeriu, është vendosur, është caktuar, është në këtë rast kompletuar, se po të shikosh fjalën nga greqishtja është fjala gonomai, dhe ndoshta unë kam këtuja më poshtë. Lavdiatë, ja ku e kemi, atë që po thesha, Marku 2, jo Gjoni. Marku 2, sabati është berë për njeriu, është caktuar, është krijuar, Ati krijovi në ditën e tij që pushoi dhe ja dha njeriu. Dhe vjen Eksodi 20 duke thënë që kujtoni thot ditën time të veçuar dhe jo të vendosi njeriu çfarë duhet bërë në sabatin apo mënyrat, traditat e njerëzve që Mesia adresoi në kohën kur ai erdhi dhe gjeti një zyre që nuk ishte në këtë rast në nder të Atit, që ishin zyrat e Këshillit Sinedrit qushe, në atë kohë që ishin farisinjtë, saducejtë dhe leqtë e Izraelit që ishin gjykatësit në tempull, që në këtë rast nuk ishin mirë dhe me Atin, dhe prandaj Ati në këtë rast vendosi që do sillte kryepriftin më të lartë, Mesian Jashuan, birin e tij, që do vendoste në këtë rast një priftëri të përjetshme, një priftëri, lavdiati, një kryepriftëri të përsosur, tani që ndron të djathtë në Atit, duke ndërmjetësuar për ne, siç ishte kryeprifti asaj kohe ndërmjetësonte për lavditatin, ndërmjetësonte midis popullit dhe Atit. Ja, siç po thesha pak më përpara, fjala ginomai do thotë që erdhi në ekzistencë nga vetë leksikoni kuptimi biblik, të behet, të ndodhet, të ngrihet, të shfaqet, të dalë në skenë, për të bërë, për të kompletuar. Në këtë rast po ta marrim fjalën që është të kompletuar për njeriu, është bërë, është një mrekulli, është kryer, është vendosur lavdiatit për njeriu. Për ne, sepse Ati dëshiron që ne të pushojmë. Ne mund të pushojmë çdo ditë, vëlla motë. Mund të adurosh Atin çdo ditë të javës, por Ati ka vendosur një ditë caktuar, që ti ndoshta nuk e kishe parë më përpara, nuk e di, por ky është shkrimi. Ky është çfarë Ati na ka vendosur, e ka vendosur ditën e tija të veçuar për lavditë të tija që ne të takohemi me të, të pushojmë, të kemi një ditë
që do ta nderojmë dhe po të shikojmë në mos gaboj po në Isaia 58 është shkrimi përcakton që ajo ditë duhet jetë për nder të tia dhe ndoshta edhe kam dhe shkrimin këtu, por ajo ditë sabati në këtë rast është për nder të tia, nuk duhet të shikojmë qefin tonë në atë ditë dhe mund ta shikojmë dhe shkrimin, ja një moment, ta shikojmë pak, e kisha lavdjatit, ja ku e kemi, atë që po thesha. Në rast se përmban këmbën të mos dunosh ke sabatin, thotë është unën time, në rast se nuk kryen nuk kryen punët e tua gjatë ditës time të shenjtë. Është dita e ti e veçuar, thotë mos kryej punë, thotë, në rast se quan sabatin çfarë? Kënaqësi, e quan një kënaqësi në zemrën tënde, e quan gëzim, ditën e shenjtë të veçuar të Jahve që çfarë? Meriton nder, që meriton nder, ja ku kemi, meriton nder. Në qoftë se nderon atë ditë duke hequr dorë nga udhëtimet e tua, thot, në këtë rast kemi rastin e Marta ishte zënë me shumë gjëra. Por një gjë ishte nevojshme, një gjë është e nevojshme vëlla motër. Një gjë është e nevojshme që ne të qëndrojmë në këmbët e tija. Dhe ja ku sot, ku po qëndrojmë në ditën e veçuar, që ti po dëgjon, sepse duam të qëndrojmë të marrim prej tij. Të marrim në ditën e veçuar. Ati vëlla motër e ka bekuar atë ditë. Kur ati e ka bekuar një ditë të caktuar dhe në këtë rast unë të inkurajoj që ti të bashkohesh të marrësh bekimin që na vjen si rezultat i bindjes, nderimi që e pam pak më para që kjo ditë meriton nder. Duhet të largohemi thot nga kryerja e punëve të tua, nga të folurit për problemet e tua. Nuk flasim për problemet tona, shqetësimet tona. Ajo ditë është çfarë? Në rast se quan çfarë? Kënaqësi, duhet jetë kënaqësi. Nuk ka shqetësim në atë ditë. Nuk ka asnjë lloj diskutimi që na shqetësojë. Dhe me qëra fjala, le të shikojmë Psalmin 55 se lavdjatit. Do shikojmë Psalmin 55, vargu 22. Sepse motra në këtë rast më solli një varg të tillë, Psalmin 55, vargu 22. Vargu në 22, lavdjatit, le ta shikojmë së bashku, vargun lavdjatit në psalmet, është një varg që i përket harmonisë së asaj çfarë ne po flasim. Ja po hedh në ekran dhe që ju ta shikoni. Psalmi, jo psalmet, vëlla motër sinqerisht, shkrimi thot për psalmi. Psalmet, po i kemi 150, por realisht është në anglisht thot psalm. Domethënë është psalmi 55 me vargjet e caktuara. Në këtë rast shkrimi thotë hidh mbi Jahven barën tënde. Tani hidhe shqetësimin, thotë çdo gjë ndaj tia, çdo perceptim apo mendim, mundim që ti ke në të momentin, thotë hidhe mbi të. Jepi atij çdo gjë që të mundon, çdo gjë që të mundon në jetën tënde. Që në këtë rast çfarë? Dhe ai kush ati do të mbajë, thotë, është ai në gjendje. Ne nuk i mbajmë dot shumë prej gjërave që neve kemi, këto mundime, thotë, vetëm si ata në këtë botë, thotë, do keni çfarë? Shumë mundime. Por duhet të jeni të gëzuar, thotë, sepse unë në këtë rast thotë e kam poshtur, thotë, këtë strukturë të kësaj bote, këtë Babiloni, çdo gjë që ligu ka krijuar, thotë unë më poshta, thotë, me anë të çfarë? Me anë të sakrificës time dhe ringjalljes nga fryma e shenjtë që ati në këtë rast beri. Dhe ai thotë çfarë? Ati nuk do të lejoj kurrë që i drejti, më falni se po, i drejti të rrëzohet. Fjala në anglisht, vëlla motër, është fall, do thotë rrëzohet. I drejti thotë nuk do të lejoj kurrë ati që të rrëzohet, të bjerë. Përse? Sepse me anë të çfarë? Ne parvendosëm, konteksti në fillim ishte të hedhim, t'ja lejmë, t'ja dorëzosh ti dhe unë, çdo gjë bara që neve na mundon, por Mesia tha, zgjedha ime si ishte mirë, lehtë, lavdjatit.
dhe si që janë urdhrimet e tia, nuk janë të vështira, nuk janë të renda. Ne t'i zbatojmë. Ati nuk na jep diçka, vëlla moter, që është e vështirë për ne, nuk është ati tillë që na mundojë ne, por thot kjo gjë është e mundur për ty që ta bësh, që të gëzosh zemrën e tia. Lavdjate, dhe ai nuk lejon kurrë, thot. Shkoj kontekstin dhe fjalët kyçe. Ai nuk do të lejojë kurrë që i drejti të rrezohet. Lavdjatit, kur neve të shprehim besimin, kur ne ecim në rrugët e tia, në udhrimet, në festat e tia biblike, nuk do të rrezoj asnjë. Me qëra fjala, le të shkojmë tek, pra jemi prapë në psalmet, por po më vjen në zemër vetë psalmi 119, besoj është, 165. Psalmi 119, vargu 165, që është, që është në kontekst me të njëjtën shkrim, ja po hedh në ekran dhe që ti ta shikosh. Çfarë thot shkrimi? Paqe të madhe, dhe po flisnim që bara në të rast ja japim atin dhe si rezultat neve, pasandaj kemi atë zgjedhjen e mirë, marrim paqen dhe nuk jemi me të shqetësuar sepse ja kemi hedhur atit apo jo. Në këtë rast thot paqe të madhe kanë ata që çfarë e duan ligjin e atit, e duan ligjin tënd, thot vetë psalmisti Davidi në këtë rast, dhe nuk ka asnjë gjë që mund t'i rrezojë. Pra, të drejtin në këtë rast ati e mban, sepse ai çfarë e vendos besimin, në këtë rast do ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk ka për të rrëzuar ty apo mua në këtë rast kur ne ecim në rrugët e tia. Kudo që t'jesh, vëlla motë, në çfarëdo vendi që në këtë rast më dëgjon, në çfarëdo kombi, këto janë shkrimet që janë aktive në jetën tënde. Këto janë shkrimet që në këtë rast në këtë rast të duhen në jetën tënde. Janë shkrimet që janë aktive dhe janë shkrimet që në këtë rast unë lutem atit ti kuptosh që janë për jetën tënde. Nuk e sepse neve marrim një psalm, a ky psalmi më duhet se unë do marr bekimin. Ajo nuk është mënyra në këtë rast e plotë e të qenit patur një marrëdhënie me atin. Le të vazhdojmë tek shkrimi, lavdimit të tia. Jemi prapë në psalmin 19, në faqen 19, atë përsëri, është një psalm shumë i fuqishëm, dhe shkrimi thotë që lum ata që kanë një rrugë panjollë. Si e kemi një rrugë panjollë? Që të ecim thot me ligjin e atit Jahve, ecim me udhrimet e tia, ecim me festat e tia biblike, që ti dhe unë nuk i kemi prekur në thellësisë dhe kemi marrë çdo gjë që na kanë mësuar, themi ja ku është vitiri, ja ku është pema, ja ku janë këto festat në mënyrën, ja ku është pak bukë, çik leng rushi apo leng, çfarëdo gjë, nuk janë festat ato. Nuk është mënyra. Tani, më falni se të nesërmen shumë prej ju festoni Pashkën. Pse them ju? Sepse ajo datë nuk vjen prej shkrimit. Pashka e vërtetë është në Eksodi 12. Mesia praktikoi atë Pashkë për 33 vjet, për 30 vjet me familjen e tij. Edhe për 3 vjetet e fundit ku ai trajnoi, disiplinizoi apostujt e tij, e praktikoi me ta. Përse? Sepse do nderonte atin në festat e tij biblike. Dhe unë lutem që ti të kesh në zemër, të gërmosh, të shikosh, sepse jo çdo gjë që neve shikojmë në sy të tanë, dëgjojmë, është sipas në të rast integritetit dhe vullnetit të atit. Shkrimi në të rast ka përcaktuar disa aspekte, ka përcaktuar detaje, dhe do t'i shikojmë më vonë që mënyra e kësaj ashtu quajture Pashkës, se mund t'ia vënë emrin si të dëshirojnë, po ka ardhur nga në këtë rast nga feja katolike, ortodokse që u krijuan në vitet 200 mbas ikjeve të apostujve. Dhe kemi atë krijimin e denominacioneve që neve sot kemi, që janë traditat më shumë të njerëzve, që nuk përcaktojnë shkrimin, festat e atit, drejtsinë e tij, karakterin e tij të përsosur, që ku e gjejmë në ligjin e tij të përsosur. Që çfarë? Të jemi pa njollë. Luka 1, vargu 5-6, Zekaria, që ishin prindërit e Gjon Pavzorit e Johanan, që ka emrin e tij të vërtet. Shkrimi thotë që ata esin në të gjitha rrugët e atit në ligjet e tij duke qenë pa njollë pa të metë.
Dhe përse? Sepse mëkati është shkelja e ligjit. Kur ti vlla e motër ta kuptosh që mëkati është shkelja e ligjit, do kërkosh të dish çfarë ligj thotë. Që Mesia nuk erdhi ta shfuqizojë, siç mendon sot denominacionet dhe kanë krijuar mënyrat e tyre, teologjitë e tyre që nuk përcakton shkrimin. Ne lutemi për ta, i duam që të dalin në të vërtetën e Atit, sepse ligji i tij është i vërtetë. E thotë Psalmi 119, vargu 152. Fjalët e urta 6:23, ligji i tij është dritë. Është dritë. Në këtë errësirë që ne shikojmë përreth apo çdo gjë që mbulon tokën, kemi nevojë që të ecim ku? Të ecim në atë rrugën panjollë, ne me ligjin e tij, në dritën e tij. Psalmi 119, vargu 142 mos gaboj. Kur thot shkrimi që çfarë? Urdhrimet e tija janë llambën në këmbën tonë. Dhe çfarë? Mos më thonë janë dritë në shtegun tonë. Kush? Ligji që përmban urdhrimet, festat e Atit. Në këtë rast po i përqejmë Atit, përqejmë në këtë rast jemi në rrugët e tija, në integritetin e tija, dhe jemi që thotë shkrimi çfarë? Jemi në mbrojtjen e tija, ai na mban, ai nuk lejon që ne të rrëzohemi. Përse? Sepse duam karakterin e tija, duam mënyrën e përsosur të tija. Prandaj Mesia tha në këtë rast që jeni të përsosur si kush, si Ati juaj është i përsosur. Dhe shpreh në karakterin e ligjit të tij të përsosur. Psalmi 19:1. Ligji i Atit është i përsosur. Dhe ka aftësi, thot shkrimi masandaj, e bën të urtë njeriu e thjesht. 5 virgjëreshat e urta. Përse? Kishin vaj në llambën? Llamba. Prap llamba. Urdhrimet janë një llambë. Sepse ato 5 virgjëreshat kishin dritë, kishin vaj nga Ati, se po ecnin në këtë rast në urdhrimet, në festat e tija. Mund të vazhdojmë vëlla motër në Psalmin 119, por ja të shikojmë, thotë lum ata që respektojnë mësimet e tij. Dhe kërkojnë me gjithë zemër. Dhe kërkojnë me gjithë zemër. Dhe nuk kryejnë të keqen. Përse? Sepse po ecin në ligjin e tij dhe janë pa njohur vllahtë Atit. Por ecin në rrugën e tij, atë që përmendëm. Ti na ke urdhëruar të respektojmë urdhrimet e tua me kujdes. Me kujdes, në Fjalët e urta 7:2 thotë të ruajmë urdhrimet e tija si bebja e syrit ton. Apo jo, ne ruajmë beben e syrit ton, mos na dëmtohet me shumë të drejtë, por në atë kontekst, në atë shëmbëtyrë po na jep shkrimi në Fjalët e urta 7:2 që të ruajmë urdhrimet e tija me kujdes. Ti ruajmë sepse Satani do vi të shpërqendrojë. Do vi në këtë rast të tërheqë në ditën e tij të caktuar që është sabati, sot, në festat e tija do t'japi mënyra të tjera, siç po ja jep në këtë rast denominacioneve. Lavdiatit që Ati ka vendosur shkrimin dhe në atë shkrim ne gjejmë forcën tonë, gjejmë të vërtetën dhe në këtë rast lutemi për të tjerët, por jo rruga e njeriu të vëlla motër, por rruga e Atit. Të kërkojmë çfarë? Të ecim tot shkrimin, ja ku kemi këtu, në rrugën e tija. Në vitet 300 ti nuk e di, por vetë në këtë rast perandori që ishte një adhurues i diellit, Konstantini, ishte bashkuar me katolikët ortodoksët, ndryshoi ditën e 14 të muajit të parë biblik dhe tha, dekretoi që tani ne nuk kemi pjesë me ato data, e kalojmë të dielën dhe kështu duhet të vazhdohet për gjenerata, thanë. Të njëjtën gjë, ndryshuan dhe sabatin e quan të dielën, prandaj sot kisha tende vazhdon të eci në ditën e parë të javës, në ditën e diellit. Këto nuk janë biblike. Kam vazhduar të flas, do flas vëlla motër derisa ai të kthehet. Që ti të ecësh në rrugën e tij, ti të marrësh të vërtetën dhe të mos jemi të pjesshëm, sepse e pjesshmja na le të pjesshëm. Dhe pjesa tjetër më e madhe masandaj, të mos e lejojmë që ta marrë Satani në mënyrat e tija, me çdo gjë që dëgjojmë sot në asamble dhe flas për drejtuesit që është për të vajtuar, sepse nuk dëgjojmë në një diçka që është ndryshe nga ajo botë jashtë. Kemi akoma në këtë rast drejtues që dëgjojmë të vërtet një karakter që nuk i përket më shkrimit. Janë në dukje thot shkrimi, janë të hynishëm në dukje. Por frutat e tyre do t'i njihni nga frutet, tha Mesia. Çfarë praktikojmë? Vetë shkrimi dhe thotë vetë Mesia që ata që ulen në katedrën e Mojsiut dhe që në këtë predikojnë thotë ligjin, urdhrimet e Atit, dëgjojini çfarë ju thonë dhe bëni në këtë rast çfarë ata thonë, por mos bëni çfarë ata bëjnë jashtë. Dhe
Pasi mbarojnë takimet, në të rast të nesër, kur do ta mbaroni ju takimin, çfarë ndodh? Dita vazhdon si nga era. Mbarojnë ato 2 orë, masandaj shkojmë bëjmë pazaret, nëpër qendra, etj. A është ajo ditë e veçuar? Ajo është dita që në këtë rast jepen nder atit, apo shikojmë çfarë qefin tonë? A nuk e pam ne sa ne sa jatë. Ja, kem thot në atë ditë, thot ti çfarë, nuk do të shikosh gjërat e tjera, thot, dhe do ta gjesh ku, do të gjesh kënaqësinë tënde tek Jahu, në këtë rast do ta quash sabatin një kënaqësi. Dhe thot se rezultati i kësaj, ja konteksti ku është vëlla motor, konteksti është në rast se, dhe kur ti shikon në rast se, ka një urdhërim pozitiv në jetën tënde. Në rast se përmban kemën që të mos e dhunosh sabatin. Sot, normal që dhunohet për shumë dhe po vajtojmë, nuk duam, jo sepse unë apo dikush tjetër që ka ardhur në urdhrime në të vërtetën e karakterit të atit, në Mesian që ai praktikoi, ne nuk na bën më të mirë se ty, mua apo dikush tjetër. Por dimi që shkrimi është i vërtetë, Mesia praktikoi, ishte hebre, lindi nga një nën hebre dhe nuk ishte grek, dhe nuk ishte emra grek siç i kanë vënë më vonë të hynive të Zeusit, dhe siç i kemi ka emrin e tij. Emri i tij është Yahshua, sepse Yah do thotë Jahwe, ati Jahwe na shpëtoi, Shua do thotë shpëtim nga hebraishtja. Dhe çdo herë që ti mund ta përmendësh emrin e tij Yahshua, do thotë që ati Jahwe më shpëtoi në personin e Mesias. Mesia do thotë i vajosuri, i caktuari, i paracaktuari për një qëllim që ai kishte shërbesën që të vdishte të ringjalleshe në ditën e tretë, që ti dhe unë të hymë në pesëlidhjen e atit. Përmet gjakut të tij, kur i tham unë besoj, kur ne kemi shprehën besimin tonë. Por në kontekstin e asaj urdhërimit pozitiv, kur ti e shikon, konteksti është që të mos e dhunojmë sabatin, dhe si rezultati i kësaj, çfarë thotë shkrimi në fund? Unë, thot ati, do të bëj që të kalërosh mbi lartësitë të tokës. Do të jap të hash trashëgiminë e Jakuvit atit tënd, sepse çfarë? Njeriu e ka thënë? Sepse goja e Jahve ka folur vëlla motër. E ka folur goja e tij, kur goja e tij fletas ligj në univers. Këto janë premtimet që janë për ty dhe për mua. Por mos mendojmë vëlla motër sepse unë marr diçka që më duhet për bekimin tim dhe nuk dua të zbatoj sabatin, festat e tija, dhe unë në masandaj do kalëroj mbi lartësitë e tokës. Nuk funksionon ashtu. Nuk është integriteti dhe shkrimi i atit në këtë rast, legaliteti i tij nuk funksionon atë mënyrë. Që ti thos të hash çfarë? Trashëgiminë e Jakubit. Atit tënd. Kush është trashëgimia e Jakubit? Ka fjalën premtime që ati kishte dhënë ejtërve tanë. Duke filluar në këtë rast që nga Noa, në këtë rast përpara kishim Noe, kishim profetin në këtë rast para Noas që ishte tani nuk më vjen në mendje, por profetin nëse ishte përpara që u tërhoq, që ati e tërhoqi, nuk më vjen në mendje, por ejtrit tanë kemi Abrahamin, masandaj që bërë një beslidhje të përjeshme, Zanafila 17, dhe marrim pasaj beslidhjen që kemi të Izraelit në Eksodin 19. Gjitha këto që gjaku i Mesias, ajo beslidhje e gjakut të Mesias që flet ne Hebrejnë të 10, na bëri pjesë të çfarë? Që të majmërisë së pemës, së kujt? Të trashëgimisë që ati kishte premtuar atyre. Lavdjatit. Goja e tij ka folur. Goja e tij në këtë rast ka folur shumë gjëra që unë e ti mund të zbulojmë në shkrimin nëse neve lexojmë personalisht. Dhe jo të ndjekësh mësues të rinj, profetë të rinj që i nxjerrin dhe emisionet në Tiranë, dhe unë kam folur, kam kohë që i flas. Dhe ka një moment që duhet të ati i ekspozon hipokrizinë e shumë prej tyre që po mbajnë peng me mësime të reja, me praktika që vinte dikush nga jashtë dhe e gënjente pastorin të quajtur dhe masandaj të nesëme në shërbese, ai i thoshte të njëjta gjëra që ajo i tha, dhe ai i tha një ditë më përpara. Gjoja si fjalën e njohurisë. Ka shumë gjëra që nuk janë të reja, sepse dishepujt e tij në këtë rast, si në Greqi, si Tibi Joshua në Nigeri, vazhdonin të kishin të njëjtën strukturë dhe nuk ishin për atit.
Gjithsesi, vazhdojmë tek shkrimi i vëllai. E thamë që sabati sot është bërë për njeriu, lavdjatit, është bërë për ty, për mua. Zoti dëshiron që të lidhet ngushtë me ty, sepse është një shenjë, thamë apo jo, nuk thash që thamë që është një shenjë, është një shenjë e përjetshme. Pyetja qëndron çfarë shenjë ke ti? Vëllai, sepse shenja e përjetshme, sabati dhe festat e tija, dhe shikojmë ne ligji për të gjashtë që thotë, duke zbatuar urdhrimet e mia, t'ja mësosh thotë, t'ja mësosh fëmijëve, dhe ja ku kemi këtu, duke kremtuar atë ke sabatin brez pas brezi, thotë do të kesh urdhrimet midis thotë midis syve tënd. Prap shenja që është frymërore, Zbulesa 14 flet për ato dy shenja të vargu 11-12. Shenja e vishës figurës në vargu 11. Po shenja e mirë, shenja e përjetshme, vestitja e përjetshme flet në vargu 12. Ky është qëndrueshmëria e shenjtorëve, këtij grupi, kësaj mbetje që Ati ka vendosur që punon gjithsesi dhe shto dhe deklaron shkrimin e Malakia 3. Malakia 3 vargu 16. Ata që kishin frikë nga Ati folën njëri tjetrit, kesh frikë nga Ati çfarë? Zbaton urdhrimet e Tija, mban fjalën e Tija, ecën në rrugët e Tija, në ecjen e Tij të përsosur, karakterin e Tij të përsosur. Po shkrimi që i folën njëri tjetrit, ishin miqësinë me njëri tjetrin. Në një libër kujtimi u hap, libri është hapur vëllai. Ati po prej të shënojë shumë në atë miqësi, të bashkohen në mbetjen e Sionit, dhe jo sepse kemi një turmë të madhe, apo bazohemi në numra, në sa ndjekës kam këtu, në sa faqe kam hapur në Facebook dhe shkruaj sa like më bëjnë. Nuk ka rëndësi. Është një like që vjen nga lart. Është një pëlqim që vjen nga lart, vëllai. Që ti në këtë rast ti pëlqesh krijuesit tënd. Ajo është rruga tënde. Dhe në prap duke vazhduar në Malakia 3 që po më vjen në zemër, thotë Ati po përgatit ato xhevairet në vargun 17. Xhevairet e Tij që po i rafinon dhe me anë të urdhrimet e Tija çfarë na mbajnë në rrugën e ngushtë, sepse nuk po shkuam për tej, po kaluam urdhrimet, kemi shkelur në këtë rast urdhrimet e Atit, Levitiku 4:2, përpara Gjonit 3:4, është mëkat. Shkelja urdhrimeve të ligjit të Tij është mëkati. Por thënë atë ditë vargu 18 në Malakia 3, do dalloni, do keni dallim që ai që i shërben Atit dhe atij që nuk i shërben Atij, janë dy grupe njerëzish, janë delet që dëgjojnë zërin e Tij, ndjekin dhe zbatojnë urdhrimet e Tija, por më së ndaj kemi dhe dhitë që janë rebele, që nuk qëndrojnë, nuk mund të miqësosh. Fjalë të urta 28. Ata që braktisin ligjin e Atit, lëvdrojnë të pabesët. Ti në këtë rast thot Ati, nëse ke shfuqizuar ligjin tim, po lëvdron të pabesët. Pabesët që kanë braktisur ligjin e Tij në vargu 23 në Psalmin 110. Ajo ndinjata e madhe thot psalmisti që më pushton për shkak të pabesëve, kanë braktisur ligjin tënd. Nuk duhet braktisur vëllai, është jeta jote. Galatasët 3:12. Do kemi kohë, se do ta marrim studim komplet librin e Galatasëve që e përdorin si monedhë, si kartë me njëherë për të nxjerrë një arsye për të shfuqizuar ligjin e Atit ndërkohë Mesia nuk e bëri. Të flet me një pastor me njëherë, nxjerrim kartën e Galatasëve. Galatasëve pikërisht fundos çdo gënjeshtër. Sepse një kontekst në vargun që në kapitullin e parë deri në 6 është shumë i qartë, do ta marrim studim, por le të shikojmë vargun me që të nuk po ecëm më tek, do të shikojmë vargjet e evidencën, sepse mund të flas, por do të shikosh vetë shkrimin që të mbillet në zemrën tënde, që është në gjendje të shpërtojë shpirtin tënd. Kush ishte ajo fjalën e Jakovi 1? Ke menduar? Jakovi 1 në këtë rast thotë ai dëgjuesi i fjalës dhe të jemi berës, ishte ligji përsosur që vjen në vargu 25, që kontekstin e Jakovit kujt po i fliste? E vargu 1 po i fliste dhe fiste të shpërndare të Izraelit. Është për ne, po është dhe për ne. Jakovi, letrat e Pjetrit po i flisnin prap izraelitëve që ishin shpërndarë në diasporë, në Kapodi, ishin në Galati, por është për ne. Pse? Sepse lajmi i mirë ishte për ta fillimisht, masandaj dhe për kombet, që ishim neve kombet. Lavdjati, to janë konteksti vëllai që ti mund të marrësh në drejtsinë e shkrimit, në të vërtetën e shkrimit. Dhe mund të shtoj diçka, shkrimi manifestohet dhe ka fuqi
dhe ka rrjedhshmëri në atë kontekstin ku ati ka vendosur. Unë e ti mund të marrim në të rast të themi, ok, do të pas të bekimin, por ai bekim pa një legalitet. Duhet bërë diçka, këtë po them. Duhet të bësh diçka për të marrë diçka. Ka qenë gjithmonë karakteri atit duke thënë, s'gjithë thot, këto janë urdhrimet e mia për të marrë jetë. Në qoftë se do t'i mbash, do kesh dhe pam në Psalmi 58 që mirësia e atit ati dëshiron të vërtetoj bestidin e tij, Levitiku 26 thotë duke na bërë të mirën. Por që ka një përgjegjësi, vëlla motër, që ti dhe unë duhet të kryejmë për të marrë premtimet që ati ka vendosur secilin prej ne. Le ta shikojmë Galatasve, ja kur të jap zmadhoj pak për të shikuar që dhe ti të shikosh çfarë shkrimi thotë dhe nuk është kundra. Nuk është as pak kundra. Galatasve, Krisht vërteton ecurinë dhe vërteton shkrimi që është për ne ai ligj, sepse e thotë, po ta shikosh në 2 vargjet e para, janë 2 koncepte që në të njëjtën kohë flitet në Romakëve 3. Romakëve 3:31 që flet për shfuqizojmë tani, heqim tani ligjin përmjet besimit, thot apostulli Shaul, që për emrin e tij të vërtet palet që themi, kështu mos qoftë, thot. Ne tani e themelojmë ligjin me anë të besimit. Përse? Sepse thot çfarë? I drejti do të rrojë me anë të besimit, por thot gjithashtu thot ligji nuk është nga besimi. Por njeriu që do t'i bëj ato, do të rrojë nëpërmjet tyre. Do të rrojë nëpërmjet veprave të ligjit, urdhrimeve të atit, lavdimeve të tija, me anë të besimit, tek ati, tek biri tija, dhe me anë të çfarë? Do ecim, do rrojmë nëpërmjet atyre veprave të ligjit që në Jakovin 1:25 thot hapurazi. Të rrojmë, të kemi mbarësinë, kemi berës të veprave të ligjit tot. Jo vetëm dëgjues. Lutem që të kuptosh rëndësinë dhe çfarë shkrimi thotë dhe i kemi shkrimet përpara. Unë po prek disa, ka plot vargje të tjera që ti mund të shikosh. Në ditën e sabatit, për ta kuptuar dhe ti, vëlla motër, nuk punohet, nuk gatuhet, në këtë rast i gatuajmë më përpara. Po mund të ngrojmë gjërat të rast, po nuk fillojmë një nga e para, se do vesh të blesh, atë thotë, nuk ka për të bler, të shitur në atë ditë, thotë, dhe nuk ka rëndësi, dhe ajo gjëja më e vogël. Kur kesh një emergjencë, vëlla motër, që ka të bëjë me njeriu është fokusi, do vesh ta marrësh dhe në ditën e sabatit. Por ti nuk po vetë ta marrësh me qëllim, tash unë e di që këtë gjë nuk do ta bëj, por do gjendë do ta bëj. Ajo është mëkat, ajo është paudhësi. Por kur qëndron rasti për shkak sepse ke një emergjencë në familjen tënde, apo thjesht dikush, nuk e di, është në nevojë për të ngrënë dhe dyqani është aty afër, do vesh të blesh diçka që të hajë, sepse jeta e tij apo një diçka që i nevojitet, por janë raste emergjente. Nuk fillon me paramendim. Që tjetër aspekti. Okej, se tham, nuk ka vlerë, nuk ka shitje, nuk ka larje, pastrim që mund t'i bëjmë në atë ditë, është pushim, atë thot qëndro, pusho, shkojmë së bashku, thot, merre në zemrën tënde, thot, mbaje këtë urdhërim, thot, sepse dëshiroj të bekoj të fut në atë mbretërinë që po vjen, thot, në Jeruzalemin e ri. Që në këtë rast, kur dhe po diskutonim dhe me motën, dhe vllai, ajo toka e re, ajo qielli i ri, vëlla motë, nuk ka të bëjë nga fillimi. E re, ajo fjala nga greqisht do thotë e restauruar në gjendjen e mëparshme siç ishte. Ati do ta restaurojë këtë tokë siç ishte në kopshtin e Edenit. Mbas 1000 vjeçarit. 1000 vjeçarin do jetë qyteti i tij në përmasat në Jeruzalem, në vllajën e Arabisë Saudite, që do jetë në këtë rast 2300 km2 që zbulesa 21 thotë, detajet mund t'i shikosh. 12 stade, po ta përkthesh në kilometra, vjen 2330 diçka e tillë. Sa 2/3 e sipërfaqes së Amerikës. Imagjino, është qyteti i tij që flitet në zbulesa 22. Që ti dhe unë të jemi pjesë si rezultati i mbajtjes të urdhrimeve dhe besimit tek Ati dhe tek Mesia biri i tij. Nuk godëtojmë distanca të largëta, vëlla motër, në këtë rast ku në atë ditë, përse sepse Ati në këtë rast thotë ajo është lodhje. Lavdjatit, është dita e tij.
Tani, në qoftë se ti dëshiron të shkosh, të miqësosh në një vëllai, një motër, sepse ka disa aspekte që do shikosh apo është në nevojë, no vesh vëlla. Janë si tham pak më parë, sabati është bërë për kë? Për njeriu. Është fokusi është njeriu. Dhe përfaqësin ishin traditat e jo, mos hak tu, mos prek tu, mos like tu, mesia ta çfarë? Ju tha hipokrita, keni lënë udhëzimet e Atit për traditat e ëtërve tuaj, Marku 7. Nuk bëhet sistem ato gjëra më përpara. Shikove në ekran, ka çfarë mund të bëhesh, pushim fizik, shkojmë, miqësojmë në kishë, sabati është mbledhje e veçuar, miqësia, lutja, lexon, shpenzon kohë me Atin, në këtë rast e veçon atë ditë, lavdjatit, usho, rekupero, sepse java fillon dhe Ati dëshiron që ti të restaurosh fuqinë tënde në praninë e Tij, në shkrimin, restauron këtë rast dhe marrëdhënien tënde dhe mendja rinovohet të lavdjatit. Viziton vëllezër e motra që në këtë rast apo mund të shpërndash lajmin e mirë të mbretërisë, shko, shëro, çliro, ushqej, inkurajo, ngushëllo dhe vizito ata që kanë nevojë në atë ditë. Mesia bente, do ndjekim gjurmët e Tij, para Pjetrit 2:21. Mesia praktikoi sabatin. Vëlla motër, nëse ti dhe unë mund të ndjekësh çdo gjë që Mesia bëri, dije që në të drejtën e Atit, dije që rrugët tënde po i pëlqejnë Atit. Përse? Sepse rrugët e Mesias i pëlqyen Atit. Sot neve lëmë një anë Mesian çfarë praktikoi, kemi rimodeluar një Mesia tjetër që themi mos andaj me emrat jo Krishti, jo Jezus, që ishte Zusi në Greqi dhe hynit e tyre. Mos në këtë rast vëlla motër, mos i shiko çfarë ka bërë njeriu. Shiko kush Mesia ishte, çfarë praktikoi, çfarë mbajti dhe kështu do gëzosh Atin. Ajo është të dalësh nga Babilonia, të dalësh nga bisha e Romës, nga katolicizmi, nga çdo gjë që feja paqes që kanë krijuar dhe vazhdojnë të implementojnë, edhe normal që shumë prej pothuajse të tjerë në Shqipëri janë pjesë. Dhe kam sensibilizuar dhe kam folur me shumë prej tyre për të dalë, për t'i besuar Atit me kurajo për çdo gjë që do të nevojë. Kur vjen dikush nga jashtë, vjen këtu, shikon, jo kanë miqësitë e tyre që fillon që nga Tirana, që i bëjnë terë vëllezër, ja ku është ai jashtë, muslimani, katoliku, hinduja, ta janë vëllezër tanë, thoshte pastori në Tiranë. Ata muslimanët janë vëllezër tanë. Vërtet, por ata të besimit tek Mesia Jeshua çfarë janë? Nuk kanë lexuar shkrimin, nuk ka dritën në ta, thot Isaia 8:20, se nuk flasin sipas ligjit, sipas dëshmisë që Ati ka dhënë. Vazhdojmë, vëlla motër. Doktrina e shëndosh, ne e dimë që ligji është i mirë, thot vetë lavdjati, ligji është i mirë, është i drejtë, është i shenjtë, Romakët 7:12. Në qoftë se njeriu e përdor si duhet, nuk abuzon, nuk e shtrembron, nuk i heq, nuk i shton. Zbulesa 22 flet hapurazi për shtinjen për heqjen. Gjithashtu në ligji për të rirë, në të njëjtin kontekst Ati thot, mos e prek ligjin tim të përsosur. Është i përsosur. Në momentin që neve e prekim, i heqim, i shtojmë diçka, kemi ndotur. Dhe ka pasoja vëlla motër. Ati në këtë rast le kohën e mëshirës të hirit, thot, kohën e ignorancës e ka anashkaluar, dhe në këtë rast rret që të gjithë të vimë në pendim. Kur populli i Izraelit në këtë rast ishte duke shkuar në idhujtari, në mëkat, përse dërgonte profetët që të ktheheshin, të pendoheshin, të ktheheshin në urdhrimet e Tij. Gjithmonë ka qenë konteksti urdhrimet e Tij. Urdhrimet e Tij në këtë rast që thotë dashuria vërtetë e Atit, e para Gjoni 5:3, që ne të zbatojmë urdhrimet e Tij, që janë në këtë rast në besëtitjen e parë vëlla motër. Urdhrimet e Tij nuk janë të rënda. Por ne na kanë thënë që këto gjëra janë hequr, dhe kjo është vërtet një heresi e hapur. Është një pabesi, është një frymë në këtë rast antimesia rebele, që nuk do të ecim në rrugën e Atit, në mendje mishore. Romakët 8, që nuk do të nënshtrohet ligjit, urdhrimeve, festave të Atit biblike. Ka një kohë që ti dhe unë të dalim, të marrim të vërtetën e shkrimit, të rrugës së Atit që Mesia praktikoi me apostujt, dhe të mos mbash apostujt katolik, ortodoks apo profet të ren të çdo denominacioni,
që nuk do t'ja dim për ligjin. Në momentin që një drejtues thotë në këtë rast ligji i tij nuk është më, nuk ka dritën e të, në këtë rast ajo asambleja është e vdekur frymërisht, po ushqehet me çfarë? Me mënyrat e njeriut, jo me rrugët e Atit, jo me atë jetën që jep, urdhrimet e tija. Pse na japi jetën? Se në momentin që neve ecim mirë me Atin në rrugët e tija, Ati do zbresi dorën e tija, do na shëroje, do na çliroje, do t'i pëlqejmë në këtë rast të tij dhe do japi çdo gjë që ti dhe unë do kemi nevojë, po si rezultat çfarë? I ndjekjes lavdimit të tija, si rezultat i ndjekjes së rrugëve të tija. Duke ditur që ligji nuk është vend për të drejtin. Përse për të drejtin? Sepse ai që ecën drejt me Atin, ligji nuk sjell zemërim, thot Romakët 4. Nuk sjell, ose po ecën drejt, thot. Në këtë rast ligji masandaj sjell zemërim për kë? Për të pabesë që kanë braktisur ligjin e tij, për rebelët, për të ligët, për mëkatarët, sepse kanë shkelur ligjin e tij, po ecën në mëkat, për të pamëshirshëm, për të ndyrët, për ata që vrasin babën dhe nenën. Përse 10 urdhërimet janë zemra, janë përmbledhja e ligjit të Atit. Në 10 urdhërimet, ja ku i kemi, thot, për vrasësit, prap urdhërimet e tija, për kurvarët, për homoseksualët, për grabitësit, për rremët, për ata që shkelin betimin. Më fal vëlla motër, në urdhërimet e Atit flet gjë për homoseksualët në 10 urdhërimet. Jo, nuk flet. E di ku flet? Flet në këtë rast në Levitiku 18 mos gaboj. Flet për çdo gjë në këtë rast që është kundra drejtësisë dhe moralit të mirë. Ti flet. Po pikërisht apostulli Shaul po e thotë Timoteos, pastorit, thotë që ligji në këtë rast dhe ka fjalën që në këtë rast është aktiv, sepse do ta shikojmë pak më poshtë. Përmjet ligjit thotë unë nuk dija, thotë çfarë ishte mëkati. Më nxorri në pan, më nxorri në shfaqje, më tregoi që unë isha mëkatar. Tani, nëse ne heqim ligjin, si do të flasim sot dikujt për mëkatin? O, po është e themi atë fjalën, është mëkat, kaq. Po çfarë është, si është për kufizimi i shkrimit? Ligji në këtë rast është vend për kurvarë, për homoseksualë, për grabrisit, për rremët, për gjenshtarët, dhe për ata që shkelin betimin, bestidhjen, betimi është beslidhja. Dhe për çfarë? Dhe për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Çdo gjë tjetër, përveç se këtyre, çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë. Sipas ungjillit të lavdisë së lumit Elohim që më është besuar, thoshte apostulli Shaul Pali. Cila është doktrina e shëndoshë, vëllamotë? Le ta shikojmë. Ja ku ke, në ekranin tëm, dëgjoni o bijt e një Ati dhe tregoni kujdes që të mësoni dhe të gjykoni. Tregoni kujdes, mbani vesh zemrën hapur, thot veshën hapur, që të mësoni, thot prej meje, që të gjykoni drejtësisht, sepse çfarë? U ju jap një doktrinë të mirë, një doktrinë të shëndoshë. Mos e braktisni ligjin tim. Dhe ja ku ke kontekstin e para apostullit Shaul po thoshte Timoteos në kapitullin 1 në vargun në rast 10. Doktrina e shëndoshë, doktrina e mirë, thot, që çfarë? Të mos e braktisim ligjin e tij. Dhe pikërisht ai ligj ishte kundra dhe ishte i mirë, ishte kundra çdo gjë që shikojmë, që nuk është në këtë rast në konformitet me karakterin e Atit. Ne unë lutem që ti të marrësh për shkrimit. Isaia që themi që ka emrin e tij të vërtetë, Isaia 5, në vargu 20 thotë, mirë ata që e quajnë të mirë keqen. Të mirën të keqen. Çfarë ishte ligji i tij, vëllai? Ligji i tij është i mirë. Dhe si e quajnë sot? Ligji i tij është hequr, nuk është bardhë, është i keq, ishte i rëndë, ajo Ati ishte i zemëruar me popullin e tij. Dhe si e quajnë ligjin e tij që është i mirë, i drejtë, i shenjtë, është një barë lehtë? E nuk janë të vështira, urdhrimet që janë brenda të ligjit, si e quajnë sot? Të keqen. Të thotë mirë ata që e quajnë të mirë të keqen. Dhe të keqen e quajnë të mirën. Që ndërrojnë në terin e dritë. Ligji i tij është dritë, heqin ligjin dhe këtë terin, këtë errësirën, të na duhet neve. Ne e kemi të mirë, ja ku kemi këto festa pagane, këto bali, ne këto janë të mirat që neve duam. Dhe atë thotë, keni kujdes ose mirë ata, thotë.
mos e braktisni ligjin tim, ku ju jap një doktrinë të mirë. Përse se ka pasoja vëlla motër. Ne nuk I dinim gjërat. Nuk I kishim kuptuar sepse kshu ishim mësuar për vite. Mua përfshirë, kur vjen një kohë që ti në këtë rast ekzaminon dhe I shikon shkrimet, që janë në konformitet, fjalët kyçe, po të shikosh fjalët kyçe të çdo konteksti dhe nuk është puna që të marrim një varg, po të marrim një kapitull dhe mund të qëndrojmë deri në 3 të 4 të mëngjesit. Dhe është e nevojshme ta bëjmë, por sot çfarë kemi? Sot është ajo asambleja që nuk është akoma e formuar. Mbledhja sot e veçuar, kush mblidhet sot? Kush mblidhet në këtë rast për shenjën e përjetshme, bestidhjen, ajo mbledhja e përjetshme që Ati dëshiron të bëj, që është e përjetshme, thot në Kolosianë 2 thot, që të mos u gjykojnë paganët, thot, filozofitë e njerëzve, mashtrimet e kota, thot, sepse në këtë rast festat e Atit, në këtë rast sabati I tij është një hije gjëra që po vinë ku ne 1000 vjeçari, Isaia 66 flet për 1000 vjeçarin, nga një sabat, një tjetër, thot, nga një herë në re, në tjetrën, thot, do vinë të madhurojnë mua, thot Jahve I ushtrive. Ja ku do mbahet, se është I përjetshëm, festat e tija janë të përjetshme. Lutem vëlla motre që të mos dëgjosh në këtë rast të mësues të rejmë, në këtë rast nuk do të predikojnë doktrinën e mirë të shëndoshje pa pak më përpara. Që ti të mos largosh veshët e tua nga e vërteta, që mos shkosh drejt prallave që do shkrimi përpara teje. Ja se thot në Titos 1 Tit që themi 1:13. Kjo dëshmi është e vërtetë. Thot vetë, I thot pastorit për të tjerët, përse? Thot për të mirën e tyre, për ecin e tyre, për të përfituar përjetësinë, thot. Prandaj qortoi thot me ashpërsi një grup persona sot që të shëndoshe në besim, dhe ja ku vjen besimi vërtetë me ecjen e drejtësi të ligjit të Atit, që janë një besimi dhe urdhrimet e Atit. Pa u vënë veshën thot parallave të judenjve thot, që dëgjojnë çdo gjë dhe urdhrimeve të njerëzve që largohen prapë nga e vërteta. Largohen nga vërteta e urdhrimeve të Atit, nga e vërteta e të Mesias në këtë rast. Kush ishte Mesia e vërtetë? Kush është Mesia e vërtetë? Që thot I Krishti, vëlla motë. Nuk është ai në këtë rast që ka anulluar apo që mbajmë ato pak çik bukë nesër apo kur do ta mbash ti apo në mëngjes në drekë në darkë sipas dëshirës. Apostulli Shaul Pali flet në para Korintasve në traspesa. Toni tha pashkën dhe aty po flet për shenjtërimin me të gjitha. Që të heqim atë maja e çfarë është? Mësimet e vjetra, mënyrat e vjetra tona, çdo maja që mund të kesh në zemër thot hiqi ato dhe kremto pashkën e Atit. Si, çfarë kremtonte apostulli? Festën e tija, të Eksodi 12, bashkë me mbretin e tija, me mësuesin e tija, Mesia që në këtë rast I mësonte rrugët e tija apo jo? Ja ku kemi që ligji I tij është I vërtetë, në Psalmin 119, ti e afër o Jahve dhe të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta. Nuk heqim diçka të vërtetë, vëlla mo. Po që diçka të vërtetë do marrësh gënjeshtër. Prandaj thot në zbulesa 22 thot kemi kujdes thot sepse ka një grup persona që janë jashtë qytetit thot, ata që duan dhe zbatojnë gënjeshtrën. Dil vëlla mo në të vërtetën e urdhrimeve në ligjin e tij që është në këtë karakteri Atit të përsosur që ti të marrësh. Në kohën tënde do të mësosh avash, por Ati do zemrën tënde që të mësojmë rrugët e tija të drejta. Lavdi Atit. Desha të shikoja një shkrim që në të rast ishte në Isaia, besoja ky që shikojmë këtu, po në Isaia ky shkrim që shikoj është edhe bas kësaj mas andaj do të po fletë në Isaia mos gaboj, ja ta shikoj pak shkrimin se kam vend këtu po në Isaia 60 apo 52 mos gaboj një moment. Jo, nuk është 52 por me 60 e ca, jo, 54, po, okej, lavdiat, 54 ato që po shikonim në ekran që ju shikoni, se ima që, okej, Isaia 24, lavdiat, okej, ja, ta heqim pak të zezën se
Do ta marrim të shkrim dhe do ta mbas kësaj mos në mirin atit. Për Notja. Çfarë Isaia 54 flet, vëlla motor? Po flet për 1000 vjeçarin. Po flet për mbretërinë ku Mesia do jetë këtu, do zbresi në malin e ullinjve për të filluar një vjeçarin, 1000 vjetet e beslidhjes, së paqes që quhet. Lavdiatit është ai sabati 1000 vjeçar, lavdiatit. Një ditë as 1000, po jo me atin. Tani ne jemi në ditën e 6, kur të filloj sabati tia, ajo beslidhja përjetshme, atëherë do pushojmë nga çdo gjë tjetër. Thot shkrimi nga zëllo o shterë për që nuk lindje. Thot shterë për në brima të larta gëzimi ti që nuk pranoje dhembjet e lindjes, sepse fëmijët e të së shkretës do jenë më të shumtë se fëmijët e gruas së martuar, thot Jahve. Tu ka fjalën vëlla motor, janë dy mbretëri që ati ndavi, mbretëria e veriut që ndavi Izraelin me ishte lart, ishte Izraeli quheshe, mbretëria e Izraelit dhe poshtë ishte mbretëria e Judës. Dhe po ati po e thot si ju të dyja, thot do t'ju bashkoj, do gëzonin atë ditë, thot. Zgjero vendin e çadrës sate, fletët e banesave të tua që shtrihen pa kursim. Dhe këtu thot bollëkshmëran të bollekun e atit, majmërinë që do vinë atë ditë, thot që ti nuk do kesh thot me atë ngushticën thot në praninë time, thot. Do të zgjat fletët e banesave të tua që të shtrihen pa kursim, zgjidhi litarët e tua dhe përforco punjat e tua, sepse do të shtrihesh në të djathtë, në të majtë, dhe thot pasarësit e tu, çfarë? Do të zotërojnë kombet. Do të zotërojnë kombet, ja një fjalë kyçe. Si? Të rast sepse thot ti e populli tim i veçuar, thot Izraelit. Kam dhe disa thot që kanë bashkuar thot në të njëjtën pemë që ishim neve, kemi ne thot, dhe ju të gjithë thot do të zotëroni kombet, do mbi zotëroni mbi ta thot, dhe do të çfarë? Do të populloni qytetet e shkretruara. Qytetet e shkretruara ku? Në zemrimin e atit, vëllamotë. Do filloj 1000 vjeçar, në këtë rast jashtë qytetit janë akoma njerëz të vdekshëm thot, por në këtë rast do ketë ajo mbi popullimi, përsëri thot popullimi i qyteteve të shkretruara. Mos u frikso, sepse nuk do të ngatërohesh thot. Mos ki turp, sepse nuk do të skuqesh. Do të harrosh madje turpin e rinisate, dhe këtu thot, çfarë ke vojtur thot gjatë viteve thot, kur të vi biri im, të vendosim mbretërinë time, dhe kjo është profecia e 1000 vjeçarit thot. Në atë ditë thot ti thot nuk do kesh me turpin thot, nuk do të hutohesh, nuk do të ngatërohesh thot, dhe nuk do të kujtosh me nderimin e vejrisate thot. Thot, sepse krijuesi yt dhe ëndri yt e ka fjalën për atin, emri i tij është Jahve i ushtrive thot, krijuesi yt i shenjtë Izraelit, i quajtur Elohimi i tërë tokës thot, sepse Jahve të ka thirrur si një grua të braktisur dhe të pikëlluar në frymën e saj thot, si nusja e rinisë që thotë që është të përzenë thot Elohimi yt thot, të ka braktisur për një çast të shkurtër, dhe këtu i flet për shkak sepse ishin larguar nga rruga e hapur thot, të braktisa për një moment, por me dëmshuri të pamas do të mbleh. Do të mbleh, dhe po të shikosh në kohën tënde, Ezekieli 20 flet për atë mbledhjen, për atë 12 fisët të Izraelit që ka shpërndarë në tërë botën, do t'i mbledhi. Ati është eksodi i madh, vëllamotë, që do jetë masandaj për të vajtur në tokën e tij. Lavdiati thot. Në një shpërthim zemrimi të ka fshehur për një çast fytyrën time, thot, për me një dashuri të përjetshme, beslidhje e përjetshme që kishte dhënë popullit të tij, sepse kishte premtuar Abrahamit, etërve, në këtë rast Enokut apo Noas, i kishte premtuar atyre dhe dashuria e tij për popullin e tij është e përjetshme. Tani që ti dhe unë hyrëm në beslidhjen me anë të besimit tek Mesia, ne në këtë rast kemi hyrë në këtë dashuri të përjetshme. Në qoftë se zemra jote do atin, do të nderosh rrugët e tij, urdhrimet e tij, që të jesh pjesë e kësaj dashurisë së përjetshme. Sepse do të kem dhe dashuri për ty, thotë Jahve Krijuesi yt. Për mua ky do të jetë një fakt si ujërat e Noas, thot ashtu si u betova që ujërat e Noas, thot Noes, nuk do të mbuloni me tokën, kështu betohem që nuk do të zemërojmë me ty dhe nuk do të kërcënoj me. Ja ku kemi 1000 vjeçarin vëllamotë. Ky është kur shikon fjalët të tilla, tani shiko zemrimin e atit që vetë që ndodhi kur erdhi në këtë rast
goditja nga jashtë që hyrën në Izrael kohët e fundit kur ishte në tetor dhe përdori në këtë rast Hamasin për të hyrë brenda. Të ati që sjell zemërimin ndaj popullit të tij, sepse çfarë po praktikonin, ishin duke bërë orgjitë e tyre, ishin bërë duke adhuruar hyjni të tjera ibiles. Ka evidenca që ishin shtet Buddha, ishin çdo gjë që mund të praktikoshe në ato hapësirë. Dhe ati u zemërua në këtë rast dhe në këtë rast sjell her pas here qortimin që zemrat e tyre të kthehen ndaj tij. Por thot në atë ditë thot që shkon në të zezën, nuk do të zemëroj më me ty, thot, nuk do të kërcënoj më, thot. Edhe sikur malet të zhvendosesin dhe kodrat të luan nga vendi, dashuria ime nuk do të largohet prej teje. As çfarë? Beslidhja e paqes. Beslidhja e paqes, kjo është 1000 vjeçari vëlla motë. Dhe nuk do të hiqet, thot Jahve, sepse ka zemshuri për ty, thot. Në atë ditë, thot, ti do jesh pjesë. Por, le të përcaktojmë diçka. Kush do jetë pjesë? Ata, vëlla motë, që në këtë rast kanë besuar tek Mesia si populli i tij Izraeli, që ka me miliona sot që kanë besuar. Dhe ecin, ka ministri, ka me miliona vëllezër motra që ecin urdhrimet e Atit duke besuar tek Mesia. Dhe janë Izraelit që Ati ka shpërnduar, janë në Juden që ka shpërndar në tërë botën. Dhe neve në këtë rast jemi pjesë me ta, kemi misi në këtë rast dhe duhet kemi, se kemi një, thot Efesianët 2, aty populli na bëri një. Kemi akses të njëjtën frymë tani tek Ati. Thot ajo beslidhje e paqes nuk do të hiqet, thot, sepse nuk do të hiqet, thot, është tashmë e përcaktuar, thot, që unë në këtë rast nuk do të zemroj me ty, nuk do të kërcënoj me, thot, sepse do vazhdoj të shpreh dashurinë time, nuk do të largohet prej teje as beslidhja e paqes, sepse kam dëmshuri për ty, thot Ati. Dhe pastaj vazhdon në vargu 11, thot, o e pikëlluar, e rahur nga stuia, e pa ngushëlluar, unë do të lëmoj gurët e tua të çmuara në antimon, thot, dhe të themeloj mbi safirët. Ke lexuar ndoshta vëlla motër për çfarë gurësh është përber muret e qytetit? Janë safirë, xhevaire. Gjithashtu, Pjetër flet që çfarë? Besimtar, Jezorel pa në të rast, besimtar, kisha e vërtetë e tia, janë si gurët e çmuar. Po jo. Dhe ne jemi gurët e çmuar në të rast. Të përbejmë në të rast kishin e vërtetë. Do të bëj betenat e tu për rubinësh, portat e tua për xhevairi, ja ku shpreh Jeruzalemin e ri, qytetin e tij. Dhe të rrethimi tënd për gurësh të çmuar, dhe tërë bitë e tu çfarë? Do të mësohen, thot, të tërë bitë e tu do të mësohen nga Jahve, thot. Do të mësohen nga ligji i tij, Isaia 3, nga Sioni do dali ligji. Nga Sioni ku? Sioni është qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, vëlla motër, është një shëmbulltyr që po flet. Tërë bitë e tu do të mësohen nga Jahve dhe është e madhe, ka për të qenë çfarë? Paqja e bijve të tu. Si do jetë paqe? A kemi paqe tani? A ka paqe në Izrael tani, vëlla motër? Jo, nuk ka paqe. Përse? Sepse në atë ditë 1000 vjeçarin do jetë dhe të vendosur ajo beslidhja e paqes që pam pak më përpara, që Ati nuk ka për ta hequr, që shikon tu. Ajo beslidhja e paqes në këtë rast përcaktohet siç e shikon në vargun 13. E paqja në këtë rast e madhe ka për të qenë të bijve të tu. Ti, thot vargu 14, do të vendosësh ngultasi në drejtësi. Do të vendosësh, do të themelohesh në drejtsinë, në rrugën e ligjit, në përsosur në drejtsinë e Atit, që është i drejta i ligj. Dhe do të jesh larg nga shtypja. Shiko çfarë shtypje kanë sot nga kombe. Që akoma nuk kemi manifestimin e shumë profesive që do vinë Gogu Magogu, profesia që do zbresin kombet nga veriu, do godasin Izraelin, por Ati thot unë nuk do të shfaros sot. Dhe kombet do mësojnë dhe do të shikoni, thot, trupat e tyre dhe armët e tyre, thot, si unë do të çliroj në atë ditë. Dhe ajo profesie Gogu Magogu që do zbresin nga veriu nuk ka akoma manifestuar. Disa thonë që do jetë përpara mundimit të madh, disa thonë do jetë në pjesën e mundimit të madh, nuk e do ta shikojnë. Prandaj thot, shikoni, thot Mesia, vëzhgoni, lutuni, thot, që dhe mësonde si thot, lutun që ikja juaj kur, të mos jetë në ditën e dimrit dhe në ditën e sabatit. Nuk tha të dielin, nuk tha gjëra të tilla. Lutuni, thot,
që në këtë rast një nga profecitë më të mëdha tek Mateu, mos gaboj Mateu 25, mos gaboj që flet për këtë ikjen në eksodin e madh, është gjende e lidhur me shenjën e sabatit. Lutem thotë. Tërë bitet u se pam vargu 15, ja mund të mblidhen kundra teje. Ja ku është ajo profecia që sapo folja, ja ku është. Do mblidhen thonë atë ditë, shumë kombe do të rrethojnë, është profecia që flet në Ezekieli, flet në gjithashtu këtu në Isaia. Por kjo thotë do të jetë nga ana ime, cili do që do mblidhet kundra teje, do të rrëzohet thotë. Përpara teje, thotë popullit të tij. Dhe është për ty dhe për mua, vëlla motër. Kushdo që mblidhet kundra teje, nëse ecën me atin, do të rrëzohen, ati rrëzohen, gjen mënyrën e tij, është i plot fuqishmi. Bie në zemrën tënde. Merre në zemrën tënde. Ajo themeli, identiteti tënd që ti do të kesh çdo ditë, që ta ushqesh mendjen me identitetin kujt ti i përket. E cili bia je, biri kujt je? Ai je të shumë lartërit, i Jahve të ushtrive, ai që ka krijuar qiellin e tokën. Ti je këtë. Asnjë njeri nuk mund të ngrej gisht ndaj teje, veç se Ati e ka lejuar. Dhe ka gjëra që ne vendosa si kuptojmë që janë për te imagjinatës Atit. Tonë, Ati ka, për te mendjes tonë, nuk bëjnë atë logjikën tonë. Por aman, mos u largo prej Atit, mos u dëshpëro, mbaje besimin të patundur, zbato udhërimet e tija. Do që do mblidhet kundra teje, do të rrëzohet përpara teje, dhe ja unë kam krijuar kovaçin, ky frum prush të zjarrit që nxjerr prej tij një vegël për punën e tij, dhe thotë kam disa armë që kam përgatitur. Dhe i kam krijuar shkatërusin për të prishur por asnjë armë e sajuar kundra teje nuk do të ketë sukses. Kjo vëlla motër që neve përdorim të shkrim shumë herë, kjo është ku. Ky varg i përket 1000 vjeçarit, i përket popullit të Izraelit në radhë të parë, mas ndaj na përket neve, sepse u bashkuam me ta kur besuam Mesian. Jemi një. Është ajo qytetarimi i Izraelit, është Izraeli i përgjithshëm, vëlla motër. Jo kombi po të shkosh në Izrael, ke shumë të pabesër, 90% e Izraelit nuk beson. Pastaj ke pjesën tjetër që disi janë kthyer biles janë kthyer në të thuash si të krishterë, po krishterë që mbajnë festat katolike izraelitët, ka shumë prej tyre, veç është për të vajtuar. Pastaj ke ortodoksët falë rabinët, farisejtë, ata janë një sekt më vete. Por gjithashtu, jashtë Izraelit, ka vëllezër motra që nuk ecin në festat katolike pagane, por ecin në festat e vërteta të Atit duke besuar tek Mesia në të njëjtën kohë. Prandaj, që shikon vëlla motër në Isaia 54, këtë varg kaq të njohur që përdhen, asnjë armë e sajuar kundra meje nuk do të ketë sukses. Po, ti mund ta marrësh atë varg sepse i njeh tani në këtë rast me popullin e tij që Ati premtoi këtë varg, por ka të bëjë me ecjen tënde. Ka të bëjë me mbajtjen e urdhrimeve që në këtë rast ne gjoni 1:5 kur ecim në urdhrimet e tij i ligu nuk të prek dhe i ligu nuk ka të drejtë të preku, besoj se kam poshtë, por dhe shikoj. Kjo do të jetë kush trashëgimia e shërbëtorëve të Jahve në të rastë. Kjo është trashëgimia që e shërbëtorëve, ata që i shërbejnë Atit, ata që janë të lidhur ngushtë me Atin, ata që kanë dedikuar jetën ndaj Atit, ata që mbajnë një zemër të përulur dhe kanë besim të plotë tek Ati, kjo është trashëgimia, kjo janë premtimet që asnjë armë e sajuar kundra teje, kundra meje, në emër të Jashuas nuk do të ketë sukses. Përse? Sepse nëse ecën në rrugët e tija, nëse mban sabatin, nëse mban festat e tija, nuk e dhunon sabatin në këtë rast dhe festat e tija, mban fjalën e tij, urdhrimet e tija, atëherë do gëzosh nga trashëgimia. E pak më përpara e Jakovit. Dhe drejtësia e tyre vjen nga unë, thot Ati Jahve. Drejtësia, rrugët e drejta, mënyra në këtë rast që unë kam përcaktuar vjen prej meje. Nuk vjen sepse ju duk mirë në syrin e njeriut, apo thumë në asamblej sot bëjnë gjëra që duken të mira në sytë e tyre. Por ajo drejtësi nuk vjen nga Ati, ajo vjen prej njeriut. Dhe kur vjen drejtësia prej njeriut, nuk janë rrugët e mira. Mba e shpenjt nga filozofitë e njerëzve, nga mashtrimet të kota, nga doktrinat të rreme,
dhe kanë krijuar vetëm denominacione. Kanë krijuar çfarë janë denominacione? Janë ndarje. Unë jam i kujt, patik, unë jam i reformi, unë jam ortodo, unë jam pentakostal. Ka shumë, unë jam i ditës së shtatë, unë jam të Jovait e tjerë. Dhe jeni mendje, por kur fryma të mbush si punë e Pjetrit në atë ditë që kur mbush me frymë dhe foli farisinëve. Isha në Durrës dhe në atë vendin kur ija ishte ndërtesa e dëshmitarëve të ashtu quajtur Jovait, që nuk është emri i tij i vërtetë atë, se aty ka Jod He Vav He, është Yahweh, vetë nga shkronjat. Por në këtë rast zbrita nga makina dhe shikoj disa për drejtuesve të tyre të mbaruan atë shërbesën e tyre të ashtu quajtur dhe zbritën poshtë. Dhe i kisha aty përballë. Por në atë moment nuk isha me unë. Erdhi fryma më mbushi dhe në moment mas andaj fillova të thosha diçka që vetëm fryma të bën atë moment. Dhe i thash, ka ardhur koha për pendim. Keni mashtruar njerëz tash me doktrina të rreme, me këto ndërtesa kurte që keni krijuar, tash është Mesia, nuk është Arkangjulli Mikael që ata besojnë në dëshmitarët e Jovait. Dhe e bën tash Mesia që ka një angel, që ka një vend banimin e tij, Arkangjulli mas andaj u transformuar në Mesian. Tëra këto mashtrime tash ju duhet të pendoheni. Dhe ishte fryma që më kapin atë moment dhe më mbushin, nuk e kisha bërë ndonjëherë hapërzi në mes të Durrësit, kur njerëzit shikonin dhe dëgjonin, por nuk e di, kur fryma të mbush, mas andaj unë nuk kisha më kontroll. Dhe mbas asaj thash vetë tash çfarë thash. Dhe sot e kësaj dite mendoj si e bën atë gjë, por e bën me fuqinë, me kurajon e frymës së shenjtë. Që ti ta bësh në jetën tënde, që ti të ecësh me kurajo dhe të mbash shkrimin e Atit, pavarësisht çfarë mund të përballesh apo mund të kesh. Do nderosh Atin apo do nderosh njerëzit? Kush të ka krijuar, kush të dha jetë, kush të vulosi me frymën e shenjtë, kush na nxorri nga gjykimi. Ti emrit të tia, e shikon vetë dashuria e tia, që ne të zbatojmë urdhrimet e tia, që janë me rast beslidhja e parë. Kryesisht i shikon në 5 librat e parë të Biblës, por kemi psalmet që janë prap integriteti dhe urdhrimet e Atit, fjalët e urta flasin të njëjtë, profetët flasin për disa aspekte si mund të zbatojmë urdhrimet dhe shikojmë dëshminë prej tyre, sepse erdhi prej Atit dhe foli profetëve që zbatonin festat, urdhrimet e tia. Jo këta në nishmit, të remit, që kanë krijuar nacionet e tyre. Vlla motor ja po e të fark dhe ja me që më doli në ekran, por një pyetje. Kush i tha në këtë rast Johanan Gjonit? Kush i dha të shkrim që shikontin e para Gjonit 5:3? Kush i foli? A nuk ishte Mesia që fliste? Nuk ishte fryma e shenjtë që shikon në e para Gjonit tur Johanan 5:3? Kjo është dashuria, kështu e përcakton dashurinë e vërtetë shkrimi. Kjo është dashuria e Atit Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e tij dhe urdhrimet e tij nuk janë të rënda. Po vllai aty vetëm për këto gjëra po flet. Për çfarë do flasim tjetër? Do shkojmë te shkrimet të tjera që akoma nuk i ke kuptuar, ka plot që nuk mbarojnë shkrimet. Por do të marrësh thelbin, do të marrësh urdhrimet e tij, do të marrësh një urinë e vërtetë që fryma po të thotë në vargun 3 në Gjoni 5, në letrën e parë letrës, po të thotë vetë fryma që kjo është dashuria e Atit nëpërmjet apostullit të tij Johanan, që ishte hebre. Në Mateu 19, kur i afrohet dikush dhe tha, mësuesi mirë, tha, çfarë do të bëj që të kemi jetën e përjetshme? Apo jo? Dhe i thotë vetë Mesia, thotë, se më quan të mirë, thotë, e kthen më një herë adhurimin tek Ati, domethënë jep lavdin atij, siç ti dhe unë do ta bëjmë. Askush nuk është i mirë përveç të vetmit të një, thotë Elohim. Tani si tha, që ti të kesh sa jetën e përjetshme, çfarë do të bësh? Nëse ti dëshiron të don të hysh në jetë, thotë, zbato urdhrimet. Cilat urdhrime po thoshte Mesia? Çfarë kishte? Si me të Atit, ato që Gjoni po të thot pak më përpara, që pam këtu. Luka, prap një të gjë, e shikon në ekranin tënd, Luka 10,
donte ta vinte një doktor i ligjit, ta të mësuarit gjoja të ligjit të atërshëm, donte ta vinte në provë. Dhe si tha, mësues, tha, çfarë do të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Dhe ai tha, çfarë i tha? Si tha, tani besove ti mjafton, thot, okay, unë jam këtu përpara, po të besosh tek mua, tash të mjafton kjo. Po ishte fillimi që duhet besonin tek ai dhe në të njëjtën kohë çfarë do të bënin? Të shikonin, në të rast të zbatonin urdhrimet për të hyrë në jetë dhe tha, çfarë është shkruar në ligj, thot, si e lexon ti? Dhe ai përmendi, thot, që ta duash Allahun javë me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde, me gjithë mendjen tënde dhe të afërmin si vetja jote. Kush ishin? Ishte ligji për të hyrë 6. Dhe Jashua i tha, u përgjigje drejt. Si tha? Vepro kështu dhe do të rosh. Vepro kështu, duke mbajtur ligjin, çfarë ishte shkruar, do të rosh. Se tani nëse do të hysh në jetë, do zbato urdhrimet, kështu do rosh, kështu do hysh në jetë. Lavdiatit. Okej, le ta përmbledhim këtë edhe vëlla motër, masandaj është një diçka e mirë që unë kam marrë lavdiatit nga një vëlla, është një diagramë që ti e shikon në ekranin tënd. Tani, çiko çfarë përcakton shkrimi dhe ne që jemi çfarë, tani jemi çfarë, tempulli i Atit Elohim apo jo? Sepse na vulosi, na veçoi në momentin që neve erdhëm në të vërtetën që Mesia ishte, unë jam udha e vërteta dhe jeta, thot. Nëpërmjet meje mund të shkojmë tek Ati. Okej, besuam, u vulosëm me frymën shenjtë premtimi. Parbem, hymë në beslidhje të Atit që kishte vendosur me i tanë. Që ne çfarë të ecim në drejtsinë e Atit, me anë të bindjes të urdhrimeve. Që të kemi çfarë, pastërtinë morale dhe rituale lavdjatit, duke ecur në rrugën e Atit. Është krijesa e re, jemi në këtë rast të krijimi i ri i Atit apo jo? Dhe në këtë rast duke ecur çfarë? Në dy aspekte, o ecim duke nderuar Atin dhe kemi gëzim, kemi paqe, kemi stabilitet. Ndryshe, në momentin që në këtë rast nuk ecim në urdhrimet e Tij, vjen turpi, në këtë rast fillon rebelimi, në këtë rast fillon dëbimi, fillon kaosi, në këtë rast dhe masandaj vjen vdekja. Si çfarë? E gjitha kjo, vetëse në këtë rast nga ecja jone. Nëse ecim në rrugë të Atit, brenda çfarë kemi? Kemi jetë, ky ishte çfarë, jemi të veçuar, ky ishte kopshti i Edenit që kishte rregull, ka rregull në jetën tënde dhe time. Dhe apo kemi tjetrën në mund të shikosh rreth orën tjetër, kur ecim në rregullsi apo kur ecim në rebelim ke kaos, nuk di ku je, nuk di çfarë ndodh për të ardhmen tënde. Në rast vjen shumë pyetje dhe do thotë që në këtë rast në atë moment ka diçka që nuk po ecën sipas drejtësisë së Atit. Dhe Ati është interesuar siç thash në pastërtinë morale dhe rituale. Ka disa aspekte të vogla që na përkasin e tani, pastrimin që ne mund të bëjmë, thas vetëm me anë të larjes së ujit. Ka disa aspekte që në këtë rast neve i bëjmë zakonisht, ne kemi vazhduar të bëjmë ato dhe shumë prej urdhërimeve që ti dhe unë në këtë rast indirekt i mbajmë janë shkruar në librin e Tij, në ligjin e Tij. Kjo ishte ajo, po thesha diagrama që ne duke qenë tempulli i frymës së shenjtë. Kur ecim në beslidhje, në drejtsinë e Atit, në pastërtinë morale, duke qenë tani një krijim i ri, ecim në rregullsi, ecim në këtë rast në jetë, ka rregull. Të rastimi të veçuar, sepse jashtë masandaj, siç e shikon në të kuqe, ka çdo gjë tjetër, ka rebelimin, është dëbimi, mërgimi, që ndodh kaosi apo masandaj ka vdekje frymërore dhe gjithashtu fizike që nuk duhet të jetë vëlla motër. Mateu 24 flet në vargu 10 për profecitë të tanishme që jemi. Atëherë thotë shumë do të skandalizohen. Thotë dhe çfarë, do të rraftojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Do të dalin shumë profetë të rem, thotë që në rast do të mashtrojnë, thotë do të thonë që ligji është hequr, thotë me çdo gjë tjetër. Do mashtrojnë shumë njerëz. Dhe po të shikosh në ligjin për 13 përcakton profetin e rem në vargjet e para 2, dhe masandaj profetin e vërtetë që ecte në këtë rast në urdhrimet e Atit, ishte lidhur ngushtë me Atin, ka frikë për Tij, siç Mesia ecte. Lavdjat duke qenë profeti i përjetshëm, lavdjati kryepriftit tonë, i përsosur.
dhe duke qenë thot se paudhësia do të shumohet. Paudhësia jashtë po, por flet në tras Mateu, po i flet në radhë të parë kujt, po i flet kishës. Vetë Mesia po i flet, apo na flet ne, thot paudhësia, thot kelja e ligjit të vazhdueshme, thot do shumohet, thot dhe çfarë, dhe do të ftohet dashuria. Dashuria ndaj kujt? Gjithmonë vëlla motër, nuk fillon dashuria horizontal. Fillon të kemi të bëjmë me atin. Dashuria ndaj atit, thot, do të ftohet, se po ta duash atin, do ecësh në urdhrimet e tij, do ta duash të afërmin, do të duash vëllezërit e motrat, apo jo? Sepse ke dashuri ndaj atit, zemra tënde është e drejtuar ndaj tij, fryma e shenjtë të pastron, të mbush, dhe në këtë rast je i mbushur që të duash të afërmin, të duash komshiun në atë, çfarë mundesh, dhe mund ta përcaktojmë në një, okay, të afërmin ton si e duam. E di si e do vëlla motër? Nuk shumë herë, që nuk do të hidhesh në qafë, se nuk të lejojnë. Me çfarë? Nuk do të vjedhësh ndaj tij, nuk do të gënjesh ndaj tij, nuk do t'i marrësh pronën e tij, nuk do t'i marrësh gruan e tij, në këtë rast nuk do ta godasësh, ta vrasësh. Ku janë gjërat në këtë rast që ti po shpreh dashuri ndaj të afërmit tënd, që e ke aty në pallat, e ke në lagjen tënde apo kudo që t'jesh. Kur ecën rrugës, ku janë dashuria. Po patë mundësinë të bësh të mirën, bëje. Në këtë rast, por kjo është dashuria në këtë rast që ti do të kesh ndaj të afërmit, që neve e kemi. Duhet ta kemi, flas. Por fillon prej atit. Dhe lutem atit që ajo dashuria atit të mos ftohet ndaj teje. Të ecësh në integritetin e atit, në mësimet e vërteta vëlla motër, në Biblën, të lexosh shkrimin çdo ditë, të marrësh prej tij. Por thot çfarë? Ai që do të ngulmoj deri në fund do të shpëtohet, thot. Do të ngulmoj si? Me frikë me dridhje për shpëtimin tonë, thoshte Pali. Kur e do atin ngulmon në festa, në urdhrimet e tia, në fjalën e tia, do të shpëtohesh, sepse Jakovi 1 ta thotë duke mbjellë ligjin, fjalën e tia, që është në gjendje të shpëtohesh shpirtrat tanë. E dim që paudhësia është mëkat, thotë andaj thotë që çfarë? Duke qenë se paudhësia do të shumohet. Duke qenë se në këtë rast thotë çfarë? Që mëkati është shkelja e ligjit, është mëkati kundra çfarë do urdhërimi, ja ku kemi mëkati është shkelja e ligjit, thotë çdo paudhësi është mëkat. Atëherë thotë duke vazhduar të shkelur ligjin, thotë njerëzit thotë do të vazhdojnë ta bëjnë, do ecin në paudhësi, thotë, por ti thotë ati, merre në zemrën tënde, që ta duash atin me gjithë zemër, të ecësh në rrugët e tija, në festat e tija, në urdhrimet e tija, dhe duke ngulmuar kështu deri në fund, do të shpëtohesh. Vëlla motër, dua ta prek të punën e emrit, ndoshta arritet deri në fund, por le ta prekim punën e emrit të vërtetë dhe ja ku që ti të shikosh evidencat dhe unë lutem atit ta kuptosh. Le ta prekim dhe masandaj do ta mbyllim takimin për lavditatit. Ato dy shenjat që shikoj një pak më përpara dhe që po thesha në zbulesa 14. Ti e ke në para ekranit tënd. Vargu 11 është shenja e bishës, e satanit, e antimesias. Masandaj shenja e mirë vjen në vargu 12. Tu është rezistenca, qëndrueshmëria e shenjtorëve të veçuarve të tija që rezistojnë kë. Rezistojnë bishën, figurën, damkën, saj apo jo. Duke çfarë? Duke zbatuar urdhrimet e atit Elohim dhe besimin tek Jashua. Po vëlla, se thuati Jezusin. Okej, vëlla motër, le ta shikojmë këtë. Fjala Jezus në këtë rast ka një kuptim të veçantë dhe tani neve e dinim në atë mënyrë, e morëm në atë mënyrë, e dinim që kishte të bënte me personin. Tash unë dua që të sjell shkrimin vëlla motër, masandaj ti kecjen tënde, shkrimi thotë që ne nuk duhet të përmendim emrat të fuqishmeve të tjerë. Tani, ne me zemër të sinqertë dinim që ishte ai që u kuqëzua, u ringjan ditën e tretë dhe ashtu na i thanë njerëz që kishin shkruar persona që përkthyen nga hebraishtja Biblën dhe e dhanë në greqisht. Tani, mendo pak. Nëse Mesia do të lindte në këtë rast nga një nen hebre, atëherë do të kishte një emër hebraik apo jo? Vet nga logjika jo. Tani, a është fjala Jezus një emër hebraik? Nuk besoj. Le ta shikoj. Po të pyesësh në një izraelit apo një gjuhë folse hebreje, sa më afër që afrohesh, në këtë rast mund të gjesh nga spanjishtja Jesus që do të thotë kal. Një. Tani, Jezusi është një version i anglishtes i transferimit, i përkthimit të dobët të emrit së Mesias, që është Jesus e kam bërë.
Tani, shumë prej nesh të krishterë nuk janë plotësisht të vetëdijshëm që i plot fuqishmi në këtë rast Ati Jahwe ka një emër të tij. Shko çfarë thotë shkrimi. Në Eksodi 3:15. Elohimi tha Mojsiut, do të thuash kështu bijve të Izraelit. Jahwe Elohimi i etërve tuaj, Elohimi Abrahamit, i Isakut, i Jakovit, më ka dërguar te ju, i thot Ati. Ky është emri im për jetë, dhe ka për të qenë gjithmonë emri im, thot, me të cilin do të kujtohem në të gjitha breznit, në të gjitha brezat. Tani, në ekranin që ti shikon nga hebraishtja, në fillon nga e djatha në të majtë, lexohet në atë mënyrë, jo se kemi neve nga majta në të djathtë. Hebraisht lexohet nga e djatha në të majtë. Ky shkronjat e para që ti shikon janë në blu, është Jod He Vav He. Okej, Jod He. Tani, po të shikosh mbretin tonë, Jashua, ka të njëjtat shkronja. Tani, emri Atit fillon Ja. Përse është Je, siç e bën Jeshua? Jeshua ishte Jezueu, që ka një tjetër kontekst, do ta shikojmë vonë. Ishte një emër komun, Jeshua. Nuk ishte Ati, nuk vendosi një emër të zakonshëm birit të tij. Nuk është Je, sepse Ati është Ja, Hue. Në këtë rast dhe ai ka të njëjta dy shkronja, ja ku i shikon ti në këtë rast është Jashua, sepse në të zezë këtu te tre shkronjat ka të bëjë me Shua, që do thotë shpëton. Ja do thotë Jahwe, në këtë rast Shua do thotë shpëto. Ati Jahwe na shpëtoi në personin e Jashua Mesias. Mesia do thotë i vajosuri apo i caktuari. Shiko imazhin, vëlla motër, që ishte në këtë faltore në librin e Izrael. Ja ku ke Jod He, në këtë rast masandaj ke Shin, Ain, janë shkronjat hebre, që do thotë Jashua, të që pam pak më përpara këtu janë. Kjo është evidencë në Izrael. Në kohët e kishës së parë, vëlla motër, vetë fjalë, nuk shikon ndonjë emër tjetër. Kjo nuk është përkthimi i Jezus apo po flasim për emrin, vëlla motër, nuk po flasim për personin, po flasim për emrin që është vënë personit. Tani, po të shikosh ti në 1599 ose në Biblën e 1611, u shkrua, dhe këtu e ke, ja ku e ke, këta në këtë rast vendosën Jezus. Përse? Ndërkohë që shkrimi nuk na thot një gjë të tillë. Po të shikosh në Biblën King James të vitit 1611, shiko si e kanë përkthyer emrin e Elishuas dhe jo Elizeus. Shiko Elizeus. Shiko prapa shtesën Zeus. Eli çfarë do të thotë, vëlla motër? Ja ku ke nga anglishtja, versionin King James janë kur thotë the many lepers were in Israel in time of Elizeus, profetit. Ja ku kemi në Luka 4, në kohët e profetit Elizeus. Tani, fjala Elizeus çfarë do të thotë? Le ta shikojmë. Fjala Eli në këtë rast do thotë Elohimi im. Eli, Eli, lama shabatani, tha Mesia në kryq, apo jo? E kështë fjallën, Elohimi im, përse më ke braktisur. Tani, emri i që shikon të Elizeus, nuk është Elizeus, është Elishua nga hebraishte, ja ku e ke këtu në këtë rast të shkruar, por fjala Elishua do thotë Elohimi im më shpëtoi. E ka fjallën, kjo ishte kuptimi i profetit që ati kështë vënë emrin e tij. Do thotë Elohimi im është shpëtimi. Është shpëtimi im. Lavdjatit. Tani, në qoftë se sipas përkthimit që neve pamë këtu në Luka, që ishte shkruar Elizeus. Tani, le ta shikojmë sipas përkthimit të Biblës lart. Çfarë do thotë? Eli do thotë Elohimi im, më thënë Zoti im, që themi, që është një titull. Fjala Zeus çfarë do thotë? Zeus që ishte hynia pagane e adhuruar në Greqi. Do thotë sipas përkthysit të King James, version King James të 1611, çfarë ishte? Ishte, thotë, Elohimi im është Zeusi. Apo jo? Tani, kjo është biblike? Prandaj emrat kanë rëndësi. Emri ti nuk është Elizeus, apo Josueu. Ai ishte, në këtë rast ishte Joshua. Te Joshua në këtë rast ne kemi të bëjmë prapë me shkrimin që thotë çfarë është Elishua profeti.
sepse ka një kuptim të vërtetë. Lavdjatit. Okej. Shiko çfarë ndodh. Nëse emri i shpëtimtarit ton Mesia ishte me të vërtetë Jezus apo Jesus, a do të thotë kjo që emri i atit tia çfarë ishte? Zeusi, sepse mbrapa shtesa Zeus i referoheshe Zeusit si hynia kryesore e grekëve. Shiko Pali me çfarë haset në këtë rast edhe si në Tarsus ku Pali lindi, shumica e tyre e dinë në këtë rast që çfarë kemi të bëjmë me hyninë të rast që ishte kush? Ishte krau i Zeusit dhe kishin dëgjuar për Pegasus, që ishte kali me krah të Zeusit. Dhe prandaj prapashtesa Sus i përket Zeusit. Dhe grekët në këtë rast duke parë që ishte një hyni e adhuruar akoma në mbetje të tyre, nuk dihet kush ishte ky person që përkthej. Nuk mund të marrësh një emër hebre dhe në këtë rast do ta ktheu në italisht, në greqisht, në spanjisht apo në ta di unë. Emrat kanë rëndësi vëllai me atin. Elohim e dim që është një titull që do thotë sundimtari, gjykatësi, në këtë rast përfaqësuesi synor. Ky është një titull që themi Zot. Ja ku kemi emrat e profetëve, në këtë rast që ka të bëjë me El që thotë Elohim, kemi Joel. Joel në këtë rast çfarë do thotë? Nga emri hebraik në këtë rast që do thotë Jahwe është Elohim. Nga vetë emri të Jo do thotë Jahwe, El do thotë Elohim. Apo kemi Shemuel, që thotë paqja ime është Elohim. Daniel, El, gjykimi i Elohim, thotë gjykasi im është Elohim. Elishua që pam që themi Eliseu, jo, kemi Elishua që do thotë Elohimi im është shpëtimi, sepse fjala Eli do thotë El, do thotë Elohim, I do thotë imi, që kene ekran. Elohimi im është shpëtimi, stash pak më përpara, ku Mesia vërtiti Eli, Eli, si tha, Eli, Eli, lama shabatani, dhe më thënë, tha Eli, Eli, dhe thënë Elohimi im, përse më ke braktisu. E kështë fjallën për në të rast ati që ka titullin Elohim, po emri ti vërtet është Jahwe. Në të rast Elohim është kur themi neve Zot, është hynia, gjykusi, sundusi, gjykatësi. Në të rast që të njëjtën titull ka marrë Mesia tani vëllai, për mbi engjëjt të shkrimit. Ai e ka marrë të titull lavdjatit, sepse edhe ati. Por Mesia nuk është ati. Me të gjitha doktrinat e Trinitetit që nuk kanë të bëjnë, kanë lindur nga katolikët në vitet 400. Filluan në këtë rast duke bërë në këtë rast Mesian, Mesia është ati. Erdhi në fytyrën, ka çembëlltyrën, kishte karakterin e përsosur që ati u shfaq. Kur tha, në të rast është biri tia, kaq mbaron aty. Se çfarë atëre ati kryqëzoi veten e tia? Nëse e lem, po flasim për emrin. Ja atë që po thosha pak më parë në Mateu 27, kur thotë Eli Eli lama sabachthani, do me thënë, ti si e ke në Bibël e ke Perëndi, nuk është një emër në këtë rast për të thënë vëllai. Ajo fjalë ka të bëjë me në këtë rast me diellin, perëndimin e diellit që adhuroheshe që nga egjiptianët, që nga Mesopotamia, në këtë rast adhuroheshe dielli. Dhe adhurojnë katolikët sot, prandaj adhurojnë diellin, kanë atë tyren që bëjnë atë meshën me atë diellin prej ari, se si kanë gjërat atë pas mëshirë. Por ti në këtë rast nuk do të përmendesh emrat të fuqishmeve të tjerë. Thot Elohimi im, ka ndonjë vështirësi? Elohimi im, përse më ka braktisur. Kjo është një titull. Dhe atë që po thesha, Eksodi 23:13, shkrimi atje thotë, do t'i kushtoni kujdes tërë gjërave që ju kam thënë, dhe nuk do të shqiptoni emrat e të fuqishmeve të tjerë, dhe mos gjendet, thotë, mos dëgjohet të dal nga goja juaj. Atje e serios me gjërat vëllai që thotë, nuk do ta përdosni thotë emrin tim të shenjtë, nuk do t'i vendosni thotë karakterin tim thotë me emra të tjerë që vëllai fjala Perëndia është vendosur në shekullin 17 nga katolikët, nga Gjon Buzuku që ishte një priv që përktheu Biblën shqiptare. Bibla nuk erdhi nga Shqipëria, nga Italia, apo nga Amerika, apo nga Afrika. Bibla ka lindur në Izrael, do mbarojë në Izrael, me popullin e tij, me emrin e atit të tij, me emrin e Mesias që është Jashua, në këtë rast emri i tij vërtet.
Unë të inkurajoj që të përdorësh emrat e tia. Do kesh kontende, por do përcakton atë ndryshimin, avash që ose një zemër as mund ta bëj. Shkrimi thot nuk do ta përdorësh në emrin tim të shenjtë. Por do të veçohem, do të shenjtërohem në mes të bijve të Izraelit. Unë jam Jahwe që ju veçoj, që ju shenjtëroj, që ju nxori nga vendi i Egjiptit për të qenë Elohimi juaj. Unë jam Jahwe. Vetë po ti po të marrësh nga hebraishtja, dhe po flisnim me vllajin këtu, po të shikosh kërkimet, evidencat arkeologjike, do shkosh deri ku? Dhe në zbulimin e rastave që ka evidencë që në këtë rast kanë krimin dhe kanë në këtë rast shkrimin e vërtetë, të gjen akoma të gëdhendurat apo që kanë akoma në malin e Sinait, që ka akoma të shkruajtura të emrit të Atit në këtë rast nga e vjetra, nga shkrimi i në këtë rast i Tetramagatonit, Lavdiatit, të i gjen akoma, masandaj e kanë përkthyer në hebraishten moderne që neve shikojmë sot. Kaq është emër hebrej. Ne në këtë rast u shartuam në atë beslidhjen që Ati bërë me kokën e tia. Dhe jemi të gëzuar që na shtrivi mëshirën e tia. Efesianë 2, Romakëve 11. Një varg të fundit vëlla motër. Okej, para Johana 3. Djema të rinj, thot shkrimi, djema, vëllezër, motra, kushdo që dëgjon thot fjalën time. Thot të mos dua me fjalë, as me gjuhë, por me vepra në të vërtetë. Jo, si thot, deklarimet të buzës thot, ju deklaroni shumë gjëra tha Mesia, por zemra ju është larg meje. Dhe nga kjo thot çfarë e dimë se jemi në të vërtetën, dhe do t'i bindim zemrat tona përpara Tij, para Atit Jahwe. Sepse po të na dënoj zemra jonë, Elohim është më i madh se zemra jonë dhe njeh çdo gjë thot. Kur vjen bindja frymës së shenjtë, thot, merri me pulje, thot. Ka diçka që po punon, thot. Zbato urdhrimet e mia, zbato të drejtësinë time, thot shkrimi. Shumë të dashur, nëse zemra jonë nuk na dënon, thot, kemi siguri përpara Elohim. Në këtë rast jemi në rrugën e drejtësisë. Ati është me ne. Lavdiatit. Thot, dhe nëse zemra jonë nuk na dënon, kemi siguri përpara Elohim dhe të kërkojmë e marrim nga ai. Përse? Sepse zbatojmë urdhrimet e Tij dhe bëjmë gjëra që janë të pëlqyera prej Tij. Ja ku kemi urdhrimet e Tij që janë të lidhur me zemrën, janë të lidhur me lutjen, po të shikosh në Fjalët e Urta 28, thotë nëse braktisin ligjin tim, thotë, dhe lutja juaj thotë është e nevritshme përpara meje. Unë shikoj shkrimet të tilla, vëlla motër, vjen ajo frika e në rast e mirë në zemrën time ndaj Atit që duhet të kthehen në të vërtetën dhe ti që të kthesh në të vërtetën e shkrimit, të marrësh prej Tij, të ecësh në rrugën e Tij, të pëlqesh Atij, në emër të Jashuas unë të lutem. Amen. Haleluja. Shalom vëlla motër, Adonai qoftë me ju. Do ridëgjojmë sërish. Lavdi emrit të Tij.